meditim I vendosjes të vërtetës tënde dhe besnikërisë tënde ndaj vetes. Ky meditim është I përgatitur posaçërisht për ty. Ti ke harruar veten. Tu udhëzoj të gjesh një vend të rahatshëm, të ulesh ose të shtrihesh rahat. Mbyll syt dhe merr 3 frymëmarrje të thella. Merr frymëfell me undër. Fute brenda të riqe dhe frymën fillo dhe lëshon për nga jashtë. Përsëri, merr frymëfell dhe lirohe. Merr frymëfell dhe lirohe. Vendos dorën tënde në zemër dhe ndjej pulsin dhe ngrohtësinë e zemrës tënde. Dhe tani, me qetësinë tënde thuaj: e shoh veten, e pranoj, dhe që sot e tutje nuk e gjykoj, e pranoj kështu si është. Dhe imagjinoj një dritë të butë që reziston dhe rrethon gjithë trupin tënd dhe zemrën tënde, duke mbledhur gjithë dhimbjen, lodhjen dhe sakrificat që ke kaluar deri tani. Merr frymëfell dhe lirohu. Në çdo frymarrje dhe në çdo nxjerrje fryme, thuaj: me çdo frymë, lëshoj dhimbjen, fajin, turpin, gjykimin, sakrificën, shpresën që mbanja deri tani për të tjerët të më shikonin, të më jepnin dashurinë. Dhe kisha bërë programin dashuria baraz dhimbje dhe mbanja dhimbje në të tjerëve, si që të më shikonin. Kjo dhimbje, ky faj, kjo sakrificë nuk më shërbejnë më. E liroj sot njëre për gjithmonë. Dhe nxirre dhe shikoj që nga goja jote del një tym I errët, atë që ke mbajtur në shpirtin tënd, në çdo qelisë të trupit tënd. Imagjino se çdo emocion I vjetër largohet si një re lehtë tani që lëviz larg teje. Merr frymëfell dhe lirohu. Dhe thuaj vetes tënde tani: unë jam besnike ndaj vetes. Zemra ime është shtëpia ime. Çdo zgjedhje që bëj tani më nderon dhe më mbron. Merr frymëfell dhe lirohu. Imagjino veten të qëndrosh e qetë, e fortë dhe e dashur pa u lodhur ose sakrifikuar. Merr frymëfell dhe lirohu. Ti meriton dashuri dhe respekt, mos e harro asnjëherë. Dhe tani, imagjino një energji të ngrohtë që hyn në trupin tënd, nga zemra jote dhe përhapet në çdo qelisë të trupit tënd. Me qetësinë tënde thuaj: unë e meritoj dashurinë, respektin dhe qetësinë. Tani e këtu fillon tek unë çdo energji e dashurisë prek gjithçka që kam dhe liron. Merr frymëfell dhe lirohu. Bëj këtë 3 herë. Merr frymëfell dhe lirohu. Merr frymëfell dhe lirohu. Dhe tani përkëdhel dorën, zemrën, me dorën tënde
dhe një dorën tjetër që ke vënë në bark për këdhele barkun që mbante shumë dhe zemra që ishte mbyllur dhe avash thuaj vetes tënde merita ti thuaj emrin tënd, tani jam e qetë, jam e dashur, jam besnike ndaj vetes time. Merë frymfell dhe lirohu dhe avash ajde këtu e tani të vendi aty që je. Si mund ta përdorësh këtë meditim? Mund ta bësh çdo mëngjes ose çdo natë para se të flesh. Mund të zgjasësh disa minuta më shumë nëse ndjen nevojën për të lëshuar emocione të mëdha. Në qoftë se dëshiron, mund të marrësh dhe programin 21 ditor që të jesh besnike tek vetja jote dhe të japësh dashurinë vetes dhe respektin atij që prisni nga të tjerët. Ky meditim do të ndihmojë që çdo ditë të përjetosh pak më shumë qetësi dhe besnikëri ndaj vetes. Jam Merita Cake, mentore, shkrimtare, terapiste universale, trajner dhe mësuese zhvillim personal dhe zgjimit kolektiv. Qofse dëshiron më tepër, mund të më marrësh në telefon ose mund të më shkruash mesazh në Telegram, Viber, WhatsApp tek numri 0030 699 321 4637. Ka gjithçka për ju që dëshironi të bëni ndryshimin në jetën tuaj. Ju dua shumë, ju falenderoj.